Jem ta them, por druam ta them, është çështje mentaliteti. Okej, pastaj kjo është çështje më e thellë. Dakor, po e pranoj këtë mentalitet, prandaj druam ta them, e pranoj nga është e çuditshme. E ke vënë re që brezat e mëparshëm të zanatit ton janë shumë më të emancipuar se brezi jon? Janë shumë më modern. Po e shoh, madje edhe shoh edhe në cilësi pune dhe në gjithë. Në të gjitha, ndërkohë që është për të qarë që brezi jon ka të fuzle vetëm, absolutisht. Nuk e përjashtoj Po. ku më shumë, ku më pak, diferencat i kemi të vogla. Jemi shumë më të vjetër se të vjetrit. Më pëlqeu kjo si jetë. Jemi shumë më të vjetër. Pedagogët e mi, të dy, në të cilët kam punuar, shikonin njëri tjetrin në punë dhe admironin njëri tjetrin në punë dhe e merrte veç dhe i thoshte shiko, këtë e ke mirë, këtë duhet ta ndrosh, këtë bë. Dhe i fliste haptase. Ndërkohë që me brezin ton kjo nuk ndodh. Po. Sigurisht se kur është nevoja për të fituar dy pare më tepër dhe për të luajtur nën brez, për të luajtur poshtë tavolinës, sigurisht që bëhesh agresiv. Po prapë më çudit si mund të jesh agresiv në këtë moshë dhe në këtë epokë, ku çdo gjë është e hapur, mundësitë janë të pafundme. Po. Ata janë më të emancipuar se ne. Pedagogu im ka pas thënë, arti në Shqipëri është bërë azil për të rinj. Edhe ja përdor shpesh këtë fjali dhe fjalin tjetër, jemi katandisur mirë. Edhe po ta mendosh ju që keni kohë, që jeni pjesë, e s'keni spata që janë në hapat e fillimit? Me shpresën ke Zoti që duke qenë brez tjetër dhe mundësitë janë shumë më të mëdha, flas për informimin, për gjitha çfarë shohim, mjetet teknologjike sot janë të pafundme, shpresojmë të bëjnë mirë për vete dhe për ne. Kuptoj. Ju ka ndodhur në një moment ty individualisht ose ty me kolegë që keni pas qef që të sillni një shfaqje, dy shfaqje, po s'ka qenë mundësia ekonomike, financimi? Jo një herë ne. Jo një herë. Është gjynata të gjosh këtë që nga toni që e the. Me që e kam këtu, Po i referohem, kjo është shfaqja Fli, ka qenë produksion privat. Të parë dhe të fundit, Marmeladove, të dyja pjesë që janë vënë kuadër të projektit festivalit të regjizorëve të rinj, hapat. Ke njëra kam qenë regjizor dhe aktor, ke tjetra vetëm në konditat e regjizorët, se unë jam regjizor, po një prof e imja për dhe të aktorit. Të dyja shfaqjet kanë vdekur, një keq që po e them me këtë gjuhë, po realisht kanë vdekur me 5 shfaqje. që është minimumi me 5. As minimumi nuk As është. minimumi. Se Duan sa një shfaqje duhet të dhjetë. jenë? Po, e mira është të jenë një 10 repriza, që aktori ngopet, publiku ngopet, Tirana kaq është domethënë. Po. Dhe më beso shumë dashamirës, për tyre nuk i njoh fare, ka mesazhet i ruaj se më pëlqejnë, më ngacmojnë egon, Të si më thënë, mbushin, më po. mbushin, më kanë thënë se pash dot pse mbyllët me 5 ose ndonjë, për pak desh i thash emrin. Një tjetër që më ka shkruar, e pash 2 herë pse mbyllët me 5 se po sillja dhe njerëz të tjerë. Mbyllen, vdesin aq sa ç'është pagesat dhe shumë e vështirë pastaj për të qarë. Me shumë gjasa, kushdo që do ta dëgjoj këtë emisionin ton, podcastin si e quajmë, talk show ton, do thotë që po ju bëni shfaqjen se të rinj jeni e qartë. Mundet një herë. Dhe gjithmonë. E në fund fare, nuk është se jam vetëm unë ai që do dalë të interpretoj. Është edhe regjizori, është edhe skenografi, është edhe kostumografi, është edhe tekniku i ndriçimit, është edhe tekniku i pultit. E të gjithë këta duhen paguar. Nëse se publiku, domethënë këto nuk i mendon kaq thellë, po tekniku i pultit. Prandaj po përpiqem të sqaroj të janë halle që kanë shumë halle brenda.
Jo çdo gjë mund të bëhet me miqësi. Mund bëhet një herë. E thënë me trotë, që ti vetë, te punët tona, ose ku unë kam qenë pjesë, ke ardhë me dashamirësinë që të karakterizon prej punës. Po që s'është normale mos paguash.